Kreu I grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi bëri me dije se 5 anëtar të Këshillit të Imunitetit dhe Mandateve, përfshirë Vet Bardhin, Kent Strazimiri, Oerd Bylykbashi, Elta Hoti dhe Sajmir Korreshi, I janë drejtuar kryetarit të Kuventit Niko Peleshi me kërkesë që Këshilli të mblidhet ditën e nesërme. Qëllimi I kërkesës është të vijojë shqyrtimi I kërkesës së SPAK-ut për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku. Megjithatë, deri më tani nuk ka një datë caktuar për mbledhjen, pasi kryeministri Edi Rama bëri të ditur dje se Këshilli nuk do të mblidhet derisa gjykata kushtetuese të japë vendimin përfundimtar në 22 janar për pezullimin e Ballukut nga detyra qeveritare. Mbledhja e fundit e Këshillit të Imunitetit dhe Mandateve u zhvillua me 19 dhjetor, me pjesëmarrjen e 10 deputetëve, 5 nga PD-ja dhe 5 nga PS-ja, si dhe 3 prokurorë të SPAK-ut, përfshirë drejtuesen e ri të institucionit Klodian Brahu dhe 2 prokurorëve të çështjes Dritan Prençi dhe Dorina Bejko. Në këtë mbledhje u diskutuan çështje të rëndësishme lidhur me hetimin dhe procesin e shqyrtimit të imunitetit, duke vendosur një shtyrje deri në vendimin e gjykatës kushtetuese.